tani për të është, për Vučićin është gjithçka vonë. Gjithçka vonë sepse me 15 dhjetor bëhen fiks 12 muaj, pa asnjë ditë më shumë apo më pak, të protestave të përditshme në për qytetet e mëdha të Serbisë, kundër Vučićit. Por është një ndarje ideologjike ekstremisht e madhe, hendek i madh, ideologjik të serbët në Serbi. Pro Vučić dhe kundër Vučić. Pra, kjo nuk është bo, sipas meje, nuk është bo pa hir. Është Vučić ai që do ta pranojnë fakt Kosovën si pambarën? Kosova është pranuar si shtet i pavarur nga Serbia. Nga Serbia? Po. Jo zyrtarisht, se është në kushtetutën e tyre pjesë e Kosovës. Kosova ala pjesë e Serbisë. Tani hime dha tjetë kushtetuta e Serbisë, po shikoni, në aspektin ligjor, realisht qeveria, kuvendi, presidenca serbe e kanë thy kushtetutën e tyre. E kanë shkel, dhe gjithë ata duhet me dhonë dorëheqje, ligjërisht. Sepse targat, Republika Kosovës, tabelat, këto letërnjoftimet, dokumentet e udhëtimit, letërnjoftimet, pasaportën, Republika e Kosovës njihen zyrtarisht në pikat kufitare serbe, të Serbisë. Kjo as është indirekt është, po zyrtarisht. Po pra, de facto, këta e kanë përfundu punën me Kosovën. Ta e kanë përfundu, ka marrë fund ajo punë. E pse atëherë luftë? Sepse po i do aleatëve tonë që na kanë shliru. Kush janë ata aleatë? Amerikës, po thumë. Po aleatëve ndërkombëtar perëndimor, unë 2023-ën kom dalë me hartë. Është lufta, a ka me ndiku Rusia, apo jo? Jo, sepse në ditën e premte të 10 tetorit, premte 10 tetor, Rusia i ka dërgu letër zyrtare presidencës edhe qeverisë Serbisë, Putini, përmes ambasadorit i Bocan Harçenko, që është në Meselin në Beograd, se deri me 1 vjetor, Rusia e furnizon Serbin me gaz dhe me naftë. Prej 1 vjetorit nuk ka mo furnizim. Në anën tjetër, në mandatin e presidentit Koštunica, ai ja ka shitur Gazpromit rus, nisin rafinerinë e naftës dhe gazit të Serbisë, ja ka shit Gazpromit. 53%. Pra, ligjërisht, Rusia dhe Putini janë pronare të rafinerisë së gazit dhe naftës në Serbi. Dhe ai nga 1 vjetori po ja nal çepin. Shkaku i mosdëgjueshmërisë Vučićit dhe lojrave diplomatike të cilat ai i ka bërë gjatë